unë hyp prap në territorikën time që Spaku godet vetëm kur ka dritë jeshile nga Edi Rama. Pra ka marrë dritën jeshile për ta goditur Erion Veliajn dhe e kanë goditur në një aferë në cilën është e vetmja mënyrë se ti thua që çlidhe ka Edi Rama se ka shpenzuar ky 1 miliard lek me veshje personale ky dhe familja e tij. Kështu që thëm këtë, ajo që po ndodh sot është politikisht vepër kryekput e kryeministrit, pra ai e ka mjaft qartë dhe këtu tregon edhe mungesën e karakterit, mungesën e dinjitetit që ka si individ, se kur je edhe pas hekurave, po pretendon që të është bërë pa drejtësi, ke 9 muaj që qëndron qeli në mënyrë pa drejtë. Nuk të kanë trajtuar me të drejtë, thot, se këtu ka drejtë, unë se them dot që s'ka drejtë, nuk e kanë trajtuar as me standardin e Kryebashkiakut të Rogozhinës, që është i dënuar me 1 vit burg për krim zgjedhor, apo edhe nga gjykata e shkallës parë, me Kryebashkiakun e Metropojës, po të muaj në arrest shtëpie. Po ky është më flagrant Rogozhina, është i dënuar ky Rogozhinës, nuk është në hetim, nuk është në akuzë, po është i dënuar dhe është në detyrë, ndërkohë që ky individ sot është në burg dhe është karkuar në mënyrën më të turpshme nga Edi Rama me vendimin e tij nga Këshilli Bashkiak, nga njerëzit më besnik që vendosi Erion Veliaj në Këshillin Bashkiak. Zhgënjimin më të madh e shprehu ndaj tyre sot në gjykatën kushtetuese. E shprehu, por ata mishërojnë fotokopjen e Erion Veliajt. Ata janë Erion Veliajt e vegjël në Këshill Bashkiak. Ata janë ky që bëndet njëjtën gjë kur Ilir Beqja në burg, kur Asemir Tahiri në burg, kur iku Arben Ahmetaj në Arrati, kur anë gjithë titullar Alqi Bllakun e futën vetë në burg. Pra të njëjtën gjë ka bërë dhe ky për tjerët. Prandaj patjetër karma is a bitch edhe ky e di mirë, e di shumë mirë. Por të mbetemi ke thelbi. Ky individ e kupton shumë mirë dhe po e thot gjatë gjithë kohës se kush është personi përgjegjës për këtë vendimarrje ligjore ndaj tij. Është Edi Rama. Nuk ka kurajon ti përmend emrin. Nuk ka kurajon të vërtetën. Të bëhet pentito, të marri kurajon, të shkojë të bëhet pentito në SPAK, të bëhet pentito në SBA dhe të thotë vërtetat që ky njeri di për Edi Ramën dhe t'i bëjë një shërbim të fundit vendit tij që e vodhi dhe qytetit tij që e shkatarroi dhe e vodhi me të gjitha format dhe mënyrat që ky pati mundësi. Duke na lënë një qytet sot të shkatarruar, një qytet me ajrin më të ndotur, me trafikun më të rënduar, një qytet të pabanueshëm për shkak të këtij banditi. E pret ta bëj këtë Erion Veliaj? Zero më ku ka dinjiteti, zero më mjafton ta dëgjonin fjalë, është e pa imagjinueshme. Pra, çfarë duhet i bëj më Edi Rama këtij individi që ky të tregojë të vërtetën, që ky të flasë të vërtetën dhe të kërkojë të luftojë për të vërtetën e vetëm në fund ditës. Pra, kjo është gjëja që mua më bën përshtypje me këtë njerëz që edhe kur ka të drejtë, pra që e dëgjon në një moment që po thotë diçka të vërtetë, prap nuk të lë vend as për empati, as për keqardhje, se thua e meriton këtë që po i ndodh. Se po e them edhe një herë pandi, ka bërë identik të njëjtën gjë që kanë bërë antarët e Këshillit Bashkiak me këtë, ky e ka bërë me të tjerët, me antarët e kabinetit, me kolegët e tij, me homologët, me Tahirin të parin, edhe me rivalet e tij që mund të kishte brenda Partisë Socialiste. E ka bërë me Belinda Ballukun, që shumë mirë ajo është paraqitur pak çaste më parë në SPAK, i është komunikuar akuza dhe ajo po luan me një artific tjetër, po do ndalemi tek ajo, por të njëjtën gjë ka bërë me gjithë kolegët e tij. Pra ky individ, ky njerëz që ka çuar emailin në kancelari të botës dhe në shtëpi të bardhë, që Sali Berisha i kishte çar barkun Griseldës, Kavajës, e shpiku një histori dhe falangat e Saliut kishin përdhunuar një vajzë të re që ishte bashkëshortja e kryetarit të Bashkisë Kavaj në 2011. Ky individ po ha atë që ka gatuar për vite me radhë. Dhe ndaj nuk ndjej asnjë lloj keqardhje kur e shoh në këtë gjendje dhe e shoh në këtë pozitë. Në një pozitë që nuk do doja kurrë të shoh asnjë individ, po ta them troç, burgu nuk i urohet askujt, kjo situatë nuk i urohet askujt, por çdo ditë e më shumë që kalon, ky e tregon që ka merituar këtë fund. Në finale si e pret vendimin e gjykatës kushtetuese për Veliajin, i jep të drejtë për shkarkimin apo e rrëzon? Varet me çfarë humori është Edi Rama, varet si kanë dalë sondazhet e Edi Ramës për Tiranën, varet çfarë vendimarrje ka marrë Edi Rama. Pra ti po thua që vendimarrja e gjykatës kushtetuese është në duart e Edi Ramës? Po siç ka qenë për herë, plus ku po llogarit Edi Rama gjykatën kushtetuese gjatë gjithë kohës, ai e ka ndarë mendin që Veliaj ka ikur, domethënë Veliaj ka të kotë edhe këtë betejë që bën ligjore, mundet ta bëj vetëm për arsye të Strasburgut, për një gjykatë ndërkombëtare, por Veliaj është çështje e mbyllur, pra është si drita e diellit, e qartë situata që Veliaj e ka mbyllur historinë e tij politike, ka mbyllur karrierën e tij, tashmë ka vetëm një histori penale me të cilën do përballet për një kohë shumë gjatë. Jam i bindur, por ta them edhe një herë, është absurde, domethënë qëndrimi që ai mban i vendosur në këto kushe, me këtë lloj presioni dhe duke u ankuar gjithkohën për një njerëz që gjatë gjithë kohës ky ka falenderoj, kërkoi votë 11 maj për Edi Ramën. Patjetër. Edi Rama që po ja bën këtë, ky në 11 maj kërkonte votë, të paktën të mbyllte gojën. Për të mos folur, është në presion për të mos folur apo? Nuk i di këtë histori. Kemi dëgjuar histori nga më të shumtat, me kërcënime brenda në qeli,
me mesazhe të çuara, me rikthime në burg për shkak të mesazheve që duheshin çuar ndaj Veliajt, për sa kohë nuk i kam të konfirmuara, pandi dua të jem korrekt. Jo, patjetër, duhet jemi korrekt. Nuk i di, por ajo që sheh të le të kuptosh që është një njeri i shtypur, i tillë ka qenë edhe që në embrion, në embrion politik flasë, në mënyrën se si e ka bërë dhe karrierën e tij politike, dhe këtë fund ka, dhe çdo profil i tillë politik